Agjencia kundër korrupsionit ka nisur procedurën zyrtare të procesit të verifikimit të pasurisë së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Kjo pasi agjencia ka gjetur dallime të theksuara në deklarimin e saj të pasurisë ndërmjet viteve 2024 dhe 2025. Burime brenda këtij institucioni kanë konfirmuar për Vox Kosova se procedura ka nisur pasi ishin vërejtur dallime në sasinë e pasurisë që presidentja kishte deklaruar në formularet e deklarimit të pasurisë për zyrtarët publik. Ndryshimet lidhen kryesisht me rritjen e kursimeve, si dhe me shtimin e shumës së parave të gatshme të deklaruara. Në dokumentet e dorëzuara për vitin 2025, vërejën lëvizje të konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, çka ka nxitur institucionin përgjegjës të ndërmarrë verifikime shtesë, siç parashihet me ligj. Osmani, e cila shpesh përmendet në opinionin publik për standardin e saj të jetesës, ka blerë një shtëpi në një lagje luksoze në periferi të Prishtinës, por ajo ka dhe shumë patundshmëri të tjera, siç janë edhe pronat në Australi, ku vetëm një shtëpi figuron me shumë prej gjysmë milioni euro. Po ashtu, vitin e kaluar ajo në deklarimin e pasurisë ka deklaruar se së bashku me bashkëshortin posedojnë edhe banesë në Prishtinë, tokë e shtëpi tjetër në Australi.